Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti u nderua sot nga Universiteti Evropian i Tiranës me titullin e lartë akademik doktor honoris causa. Vendosëm politika tonë në vitet 80, për qenë sinqert, atëherë dhe sot, unë them që kur kem fillu veprimtarim, unë kam pas 19 vite veprimtarim profesional në grupe ilegale, që veprojnë kundër sistemeve. Ne veprimtarim dhe platforma jonë deri në vitin 90 ka qenë Bashkimi i Tokave Shqiptare. Dhe unë kjo nga ata bashkëveprimtarë që them, jo, po ne, jo mor, ne, platforma jonë ka qenë Bashkimi i Tokave të Shqiptare. Por në vitet 90 ndryshuan politika globale. Rënja e murit Berlini, zhvillimet në brenda Bashkimit Sovjetik, zhvillimet në brenda Europës, do të ne na vendosin në situatë që të ridefinojmë dhe të rishohim projektin, platformën tonë se si do zhvillohen ngjarjet matutine. Mendoj që vendimet e asaj kohe kanë qenë të drejta dhe u dëshmua. Serbia nuk ishte në gjendje të dialogoj me shqiptarët, përdorte gjuhën e forcës, aty ku është një serb është tokë serbe, dhe ne u detyruam të organizojmë luftën në Kosovë. Deri tek akti i shpalljes pavarësisë, sot është Kosova shtet i pavarur, por duhet të bëjë politika të mençura për shtat me kohën të cilën e jetojmë. Në Maqedoni, marrëveshja e Ohrit ishte zgjidhja më e mirë. Shqiptarët pranohen shtet forcus, ashtu siç e kishën statusin deri në 1989, sepse në Maqedoni janë bërë eksperimentet anti-shqiptare, tani janë aplikuar në Kosovë. Beogradi, laboratori për anti-shqiptarizëm ka qenë Shkupi. Mbyllën shkollat shqipe, bëhen shkollat e përzime. Në 1989, para ndryshon kushtetuta në Maqedoni, u hiqen shqiptarët si element shtet formues dhe Maqedonia shndrohet në shtet vetëm të Maqedonës. Dhe generatori i krizës është pikërisht tek kushtetuta. Dhe po të njiheshte e drejta e shtetformësisë sipas kushtetutës së 74-s, nuk do të kishte nevojë në Maqedoni të shpërthejnë një këndëritje armatose. Dhe parimet tona kryesore që kemi qenë më të kujdesshëm kanë qenë shqiptarët të kenë simbolin e vet, kombëtar, flamurin, gjuhën e tyre në përdorim, gjuhën shqipe, arsimin e lartë, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në të gjitha institucionet.